My son has two dads. He has always just had two dads. So can someone explain to me why whenever he's mad for us doing something completely horrible, like changing his diapers, brushing his teeth, or just putting on clothes on him, why he screams, "Mommy! Mommy! Mommy!" Like, why? He never had a mom. So how does he even know that he should scream? Nëna ka një pozitë jashtëzakonisht e lartë. Ajo është burimi i parë i dashurisë, sakrificës dhe përkujdesis në jetën e një fëmije. Ajo e mban fëmijën për 9 muaj në park, e sjell në jetë dhe krijon me të një lidhje të veçantë që fillon që para lindjes. Pra, prindrit nuk duhet të heshtin përballë çështjeve që lidhen me familjen dhe të ardhmen e fëmijëve. Prindrit duhet ta ngrenë zërin, të shprehen bindjet e tyre dhe të kërkojnë që temat të diskutohen me seriozitet dhe përgjegjësi dhe maturi, sepse nëse lejohet diçka e tillë, shoqëria prishet ligji, prishet shoqëria, prishet familja, prishet ligji i natyrës, atë që Zoti e ka vendosur. Pra, si mendoni ju, kush duhet të jetë zëri i fëmijëve tan kur vendosen çështje kaq të rëndësishme?